Java që po e lëm pas ka kaluar në hijen e një pritjeje të tensionuar. Një pritje që ka mbushur korridoret e politikës me zëra, hamendje dhe shpresa të përzjera. Nesër mbyllet afati për formimin e qeverisë, por ende askush nuk mban në dorë qelsin e shumicës. Vetëvendosja fituese e zgjedhjeve gjendet në një udhkryq, me mandatin e popullit në njërin anë dhe mungesën e numrave në anën tjetër. Bisedimet kanë zgjatur, por dritat e marrëveshjes nuk janë ndezur ende. Në horizont, mjegulla politike mbetet e dendur dhe vendi po pret të shohë nëse mëngjesi së dielës do të sjellë një qeveri të re apo një tjetër cikël pa sigurie. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka akuzuar qeverinë në detyrë për veprim jashtë rregullave kushtetuese dhe ligjore. Ai për ekspoze, prodhemi Gazeta Blic ka paralajmëruar se vetëvendosja që ende nuk ka arritur të formojë koalicion, por rrezikon të bëjë gabime politike për shkak të inercionit dhe kokëforcisë. E para duhet nënvizojmë dhe më tutje se qeveria në detyrë ka qenë jashtë rregullës ligjore, jashtë ligjeve në fuqi që i ka Republika jonë. Edhe deputet, edhe minister, edhe deputet, edhe kryeminister nuk lejon fryma kushtetuese e Republikës as legjislacioni fuqi, por kanë vazhdu me kokëforci, me ushtru detyrën dhe me shfrytzu asetet e Republikës. Tani zotimi që ka mbështetje për një qeveri do të shihet shumë shpejt, jemi në javën e fundit, sepse po mbetet partia e parë pa koalicione të formalizume. Nëse ka koalicione jo parimore, koalicione ndërtume me individ, apo koalicione ndërtume me grupe caktume politike në kovend, është çështje që do të zbardhe, do duhet mos zbardhe. Kjo politika e inercionit dhe inatit politik zakonisht çon në gabime politike. Tutje Haziri bëri me dije se qëndrimi i LDK-s mbetet i pandryshuar dhe tha se arsyet janë të njëjta si në fillim, sepse nuk kanë votë për qeverinë Kurti 3. Ne kemi thonë para 9 shkurtit që po hym ngare me fitu ose me vazhdu me qenë në opozit. Kjo ka qenë qëllimi jonë. Qytetarët kanë zbarë një rezultat dhe për 9 shkurtit, sa di jemi në fund tetorit gati, nuk kemi ende as kovend në plotni të konstitume, që kemi edhe me tutje çështje të hapuna. Për qeveri, natyrisht nuk ka ndryshu as një lloj qëndrimi. Ne kemi thonë para 9 shkurtit, e kemi konfirmu mas 9 shkurtit, e kemi konfirmu në letrën e dytë të liderit vetëvendosjes, qëndrimin tonë politik, e kemi zbardhë dhe kemi rikonfirmu, kështu që nuk ka ndryshu asgjë. Por derisa s'ka ndryshu asgjë, arsyet janë të njëjta. Ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, thotë se duke marrë parasysh rrethonat aktuale politike, do të ketë shtyrje të zgjedhjes së qeverisë. Tani janë disa pengesa ta quaj, sepse nuk ka një përgjigje, ose të paktën nuk s'kam një informat që ka ndonjë shtyrje të afatit për krijimin e qeverisë, për shkak të ankesës që kanë bërë lista sërbska. Unë po mendoj që afati i balotazhit dhe afati i skadimit të kërkesës së gjykatës kushtetuese për ta bërë qeverinë është i ngjitur pothuajse. Duhet një herazi me zgjidhë këto probleme. Prandaj unë po besoj që në një variant ose në tjetrin mund të ketë shtyrje të zgjedhjes së qeverisë. Megjithatë, besoj për shkak të situatës që është kriju, besoj që do të shkojmë zgjedhje të reja. Ndërsa, avokati Tom Gashi është i bindur që vetëvendosja i ka numrat për formimin e qeverisë, gjë për të cilën as vetë Kurti nuk është aq optimist. E nëse një gjë e tillë nuk ndodh, Gashi tha për ekspoze se kjo drejt ju kalon partive opozitare. Pra, nëse as opozita nuk mund të gjejë një gjuhë për bashkëpunim, vendi shkon në zgjedhje të reja parlamentare. Po faktikisht afatet janë në bazë të kushtetutës dhe tani presidentja e ka nominuar faktikisht të nominuarin nga lëvizja vetëvendosje, që në këtë rast është zoti Albin Kurti, që brenda afatit prej 15 ditësh të dërgoj tek presidentja, respektivisht parlamentin e Kosovës, kabinetin qeveritar. Dhe kjo do duhet votohet për më tepër se 61 deputet. Do thotë me 61 kalon,
me 60 ma pak jo. Nëse unë fillimisht të besoj që lëvizja vetëvendosje i ka numrat, i ka deputet që do të votojnë qeverinë Kurti 3, kjo është thënë që sa muaj të gjati ngërçi politik që kemi pas për formimin e parlamentit të Republikës Kosovës, kuptimin për zgjedhjen e kryesisë, tani kemi të gjitha të zgjedhura, kemi kryetarin, kemi të gjithë nën kryetar që duhet të jenë bazë kushtetutës dhe besoj që nuk do të ketë ndonjë problem themi për sigurimin e votave të 61 deputetëve për formimin e qeverisë së re, e cila do të dalë nga pas zgjedhjeve të 9 shkurtit që prizmin tem do të jetë qeveria Kurti 3. Në mënyrë hipotetike, në rast se kjo nuk ndodh, atëherë presidentja ka të drejtë faktikisht që këtë mundësi t'ja jap partive opozitare, dhe nëse dhe ata nuk mund të formojnë qeverinë e re, atëherë faktikisht në bashkëpunim me parti politike që janë parlamentin e Kosovës shkojmë në zgjedhje të parakohshme. Edhe njësi i kushtetuesës Mazlum Baraliu nuk i përjashton zgjedhjet e jashtëzakonshme, teksa dha dhe detaje se si shkohet deri aty. Kushtetuta e Republikës Kosovës i ka caktuar afatet dhe ato janë në kushtetutë të shkruara, nëse i mandatuari për formimin e qeverisë nga fituesi i zgjedhjeve, koalicioni vetëvendosës me të tjerët, nuk arrin deri në 26 të bëjnë një listë kandidatëve votues potencial që paraqesin shumicën e thjeshtë, pra 61 vota, për ta mbajtur seancën e kuvendit. Atëherë humbet afati i të parit, fillon i dyti nëse dikush tjetër mundet nga koalicioni fitues, ose fillon atëherë nëse s'mundën këta, se s'mundet i pari, s'mundet as i dyti, sipas një prezumcioni edhe logjik edhe juridik, atëherë kushtetuta thotë që i takon të dytit, pra një grupi tjetër, qoftë koalicionus, qoftë parti politike, që e ka shumicën, e kërkon mandatin dhe afron presidentës që e ka bë një numër për gjatë një votash të deputetëve që mund të votojnë atë qeveri, atë mirë thash kabinet qeveritar, atëherë zgjidhet qeveria. Nëse nuk munden edhe këta të dytet, është afati pashtu i caktuar me kushtetut që brenda 45 ditësh presidenti i vendit duhet i shpall zgjedhjet e reja të parakohshme dhe të jashtëzakonshme dhe vendi shkon në zgjedhje. Albinot Malogu, politolog, ka vlerësuar se mundësia për krijimin e qeverisë gjatë kësaj jave është pothuajse inekzistente, për shkak të rrethonave politike që nga nën shkurti. Ai tha se refuzimet e kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti ndaj ofertave për bashkëpunim dhe mungesa e qëndrimeve të qarta nga partitë e tjera po e çojnë vendin drejt zgjedhjeve të reja, të cilat sipas tij do të ishin rrjedh logjike e procesit demokratik. Probabiliteti i mundësisë që të kemi qeveri këtë javë është jashtëzakonisht i vogël për të mos thonë hiç, për arsye të ndryshme, sidomos nga rezultatet të cilat kanë rrjedhë rrethonat prej 9 shkurtit deri më sot. Shtë pjesën e saj e refuzimit në llojin e vet që ka bën zotni Kurti i lëvizjes vetëvendosje ndaj gjitha mundësive dhe ofertave që i ka pas, po flasëm prej 9 shkurtit, sidomos deri në moment kur nisën këto fazat me gjykatën kushtetuese. Dhe pjesa tjetër e terrenit është që subjektet tjera politike, PDK, LDK, AK, nuk ofruan, po themi ashtu, një qëndrim po se jo të prirë në raport me shumë situatat. Këto lën hapësirat ndryshme, e logjikshme në rrjedhën demokratike kishte me qenë që të kemi një proces të parakohshëm zgjedhor, në sens fundit të matet edhe një herë fuqia e subjekteve politike. Me parakushtin që tani më kemi disa sqarime nga gjykata kushtetuese për ecjet e mirëfillta drejt formimit të institucioneve të reja. Lutfi Aziri tha se Kosova po ecë në terr politik. Ai ironizoi duke thënë se Kurti arriti me sukses që të vendosë marrëdhënie të kushtëzuara me partnerët tonë. Ne jemi duke ecë për terr politik. Prej 9 shkurtit, përkundër që rezultati i zbardh, vullneti qytetar është shpreh, fryma kushtetuese në Republikë është e qartë. Ajo që ka ndodhur tani, vendimet në emër të politikanëve, të politikës, në emër të njerëzve të zgjedhura, i ka zgjedh gjykata kushtetuese. Në 3 raste të veçanta, me masa gjyqësore, me pyetje edhe me kërkesa. Kështu që kjo ecje në terr politik nuk i ndihmon as qytetarit, as partive politike, as më pak të Republikës tonë, Kosovës.
ne vazhdojmë me qenë në izolim financiar, në izolim politik, edhe në marrëdhënie të kushtueshme me partner më të mëdhej. Për herë të parë, Kurti suksesshëm ka arrit me vendos marrëdhënie të kushtueshme me qeverinë amerikane, me Bashkimin Evropian, përveç NATO që koordinon dhe vepron një anshëm në situata sepse ata kanë mandat të zbatimit të detyrave ushtarake në territorin e Republikës tonë, në tokë dhe në ajër. Në raportet tjera, Kosova vërtet jam të besu që është udhëheq në për një tërë të madh politik. Gjavit Haliti në anën tjetër theksoi se Kosova ka nevojë për qeveri të unitetit, pra për një qeveri që marrin pjesë të gjithë lideret e partive politike. Varet nga përgjegjësia partive politike në rand parë lëvizjet vetëvendosja, sepse ajo i ka qelsat. I ka qelsat dhe në kuptimin asaj se ka shumicën e votave, ajo s'po mundet me bëjë qeverin, partit tjera s'po mundin me bëjë qeverin dhe po besoj që në secilin variant është mirë që të mendohet ruhet paqja politike në Kosovë. Që do me thonë, partit politike t'i zgjedhin problemet e brendshme që i kemi në një proces të ri zgjedhor. Nuk është të tëra, për shkak të kushteve që ka Kosova, nuk është të tëra që ne ta bëjmë një kryeministër. Bërja një kryeministri, ose bërja një qeverie me numër të pak të votave, në kushtet kur neve kemi për disa çështje kruciale në Kosovë, votim të detyrueshëm, votim të dyfisht, krijon disa situata bllokuese për qeverinë. Mendoj që dy mundësi janë, ajo që e kam thënë që në start, pas zgjedhjeve, që Kosova ka nevojë për qeveri të unitetit, ose ta emnojmë si të doni, por një qeveri ku janë të gjithë marrin pjesë, protagonist e partive politike, të ngarkuar me një qëllim të vetëm që ta realizojmë një projekt që na lehtëson si është vend, na lehtëson procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe njohje tjera dhe zhvillimin ekonomik. Njohje tjera që do të thotë 5 shtetet që se kanë njohë dhe mundësisht edhe më tutje me shku. Këtu e në blokuar sepse ne çdo politikan ka dëshirë që të ketë protagonizëm, unë i kesh ministër e bona këtë dhe bëra atë. Jo, neve e kemi pas krah qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e kemi pas krah Bashkimin Evropian dhe disa shtete tjera, duke përfshi Britaninë e Madhe dhe Turqinë, të cilët bashkë në NATO kanë kriju një mundësi që me pas kaq shumë njohje Kosova. Nuk mund të thuhet që X ose Y pse ka pas një funksion, pas ka arrit sepse ka pas njohje. Jo. Tani, ne kemi, unë po dyshoj që është e qëllimshme kjo pengesa e 5 vendeve të Bashkimit të Evropian për t'i realizu në tërësi që Kosova ka obligim me realizu në tërësi pakun atisarit dhe marrëveshjen e Brukselit. Sipas Tumgashit, nuk është fundi i botës edhe nëse nuk arrihet të bëhet qeveria. Po faktikisht nuk është mirë që mos kemi qeveri të re, sepse qytetarët e Republikës tonë me 9 shkurt kanë votuar që të kemi një qeveri të re pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, mirë po nuk është ndonjë situatë themi e jashtëzakonshme në demokraci, sepse në demokracinë në cilën ne jetojmë, që dikush një parti politike nëse faktikisht nuk fiton për më tepër se 50% të votave të atyre që kanë dalë në zgjedhje, atëherë bie që mundësia është e koalicioneve të ndryshme. Mirë po, kushtimisht themi nuk është fundi i botës,
edhe nëse nuk arrihet që të formohet qeveria as nga pozita dhe as nga opozita. Atëherë nuk ka rrugë tjetër ligjore përveç që të shkojmë në zgjedhjet parakohshme dhe përsëritet faktikisht vullneti i qytetarëve të Kosovës se cila parti dëshirojnë që ta udhëheqë Kosovën në të ardhmen apo ndoshta eventualisht koalicion qeveritar. Mazlum Baraliu ka kritikuar ashpër partitë politike, duke i akuzuar se me ambicie personale dhe ego po e mbajnë peng funksionalizimin e institucioneve të Kosovës. A i tha se blokadat politike po dëmtojnë interesat e qytetarëve dhe po vonojnë ratifikimin e marrëveshjeve me vlera milionshë. Po kështu si kanë filluar kjo klasë politike, këto parti politike, se që në askund, në thjesht ambis. Fatkeqësisht, ja tani duke bërë thjesht prita, pusi, duke zënë pusi njeri tjetrit, duke i shpen interesat e tyre, egot e tyre politike edhe me primesa patologjike, ata po e shtyjnë thjesht konstituimin e misioneve tona dhe po e shtyjnë mundësinë që të funksionalizohet kuvendi dhe qeveria dhe të kryen detyrat e brendshme dhe të jashtme që janë të shumta, me qindra miliona, madje edhe më shumë se miliard vlerë të marrëveshjeve dhe kontratave që duhet ratifikohen në kuvend, e që këta nuk vrasin mendin. Ato janë për interesat e qytetarëve të Kosovës, janë kredite buta ose grante falas, të këta nuk vrasin mendin për atë punë, po vazhdojnë edhe akti dhe veprimi i fundit i listës sërbe tregon që krahas këtyre tjerëve, më pak apo më shumë, pra këtyre taboreve tona, të partive shumicë shqiptare, edhe ata kanë një agjendë destruktive për të penguar funksionalizimin e kuvendit. Ndërkohë që është një vendim i gjykatës kushtetuese të Austrisë, një shtet me traditë kushtetuese, pra të drejtësisë kushtetuese, qindra vjeçare, ndër më të njohurat në Europë, që thotë që nëse abuzon dikush me të drejtat me qëllim të mos ndihmesës së proceseve, këtë rast mos konstruimit të institucioneve dhe abuzimit me të drejtën, atëherë ajo nuk duhet të pranohet. Prandaj unë shpresoj dhe pres që gjykata kushtetuese thjesht ta refuzoj kërkesën ose ta trajtoj kërkesën e tyre si të papranueshme dhe të vazhdohet me formimin e qeverisë dhe të vazhdohet pra funksionalizohet qeveria, kuvendi është i funksionalizuar dhe të kemi një hap përpara, përndryshe jemi në zgrips kohor, jemi në situatë jashtëzakonisht të rëndë paralitike e këtë ka bërë pikërisht kjo klasë politike pa përgjithshme. Metoda Albin Kurtit për të kapur ndonjë deputet nga partitë opozitare nuk është ndalur. Kështu të paktën tha nënkryetari i LDK-s, i cili e cilëson Kurtin si një përçarës. Nuk është nalë që prej ndonë shkurtit, nuk është nalë kë metodë politike, le të themi, sepse edhe në rastin e vushtërisë, sot, edhe në rastet tjera, lideri vetëvendosjes si mendësi dhe metodë politike e ka me përqa. Me përqa familjen politike, me përqa familjen e kandidatëve, me përqa individ grupet. Nuk punon me ekipe përfaqësuese, me legitimitet pilot njerëzve që janë të zgjedhur dhe që përfaqësojnë partitë, grupet politike, po punon me individ. Kjo është metodë përçarëse, duke shnuk njerëz, duke kap njerëz, edhe sot, edhe prej ndonë shkurtit, edhe më herët, nuk e ka ndryshu. Nuk e ka ndryshu këtë lloj metode, këtë lloj mendësie, dhe natyrisht e ka përdorur sidomos në fushatën edhe për zgjedhjet lokale. Ka qenë mendësi e cila duke përqa familjen, duke përqa individin, duke nda pej grupit, pej familjes, pej organizatës politike, kam rri me bo kalkulime politike, po deri tash nuk ka qenë funksion plot. Në anën tjetër, 2 deputet nga komuniteti jo shumicë kanë deklaruar se do ta mbështesin formimin e qeverisë Kurti 3. Deputeti i pavarur nga komuniteti Ashkali Artan Aslani i tha gazetës Blet se vendit i nevojitet stabilitet dhe vazhdimsi në qeverisje. Po, do të votoj pro qeverisë Kurti 3, sepse besoj se vendit i duhet stabilitet dhe vazhdimsi në qeverisje. Edhe deputeti i Partisë Rome të Bashkuar të Kosovës, Albert Kinolli, ka bërë të ditur se kjo parti do ta mbështesë Albin Kurtin për formimin e qeverisë së re.
Kemi 5 takime me Kurtin, duke marrë parasysh faktin që VV-ja është mandatare për formimin e qeverisë. Do t'ja japim votën Kurtit. Ne nuk kemi kushte, por kemi marrëveshje që si parti, në momentin që do të formohet qeveria, do të jemi të përfaqësuar me një pozitë ministrore. Krahas kësaj, përsëri dilema mbetet e njëjtë. A do të arrijë politika kosovare të dalë nga ky ngërç, apo Kosova do të zhytet edhe një herë në ciklin e pafund të krizave dhe zgjedhjeve të parakohshme?